Rikonstruksioni i fasadave nuk është thjesht boj propagandë, por edhe lëvizje fondesh drejt kompanive të lidhura pas interesave të rilindjes. Një nga këto, afarisja Diana Labo, ka marrë së fundmi njoftim nga zyra e kryetares së Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, e ka fituar tenderin 410 milion lekë për rikonstruksion fasadash. U bën data Albania që i ka vendosur një flamur për riskun e korrupsionit, shkruan se janë skualifikuar të gjithë operatorët e tjerë përfshirë ofertën më të ulët. Megjithatë, letrat janë plotësuar më thjesht se kaq. Me fjalë të tjera, kjo procedurë është dhënie milionash pagar. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin e Bashkisë Durrës, rikonstruksionit të fasadave të pallateve. Projekti financohet nga buxheti i bashkisë dhe fondi limit është caktuar më shumë se 416 lekë pa përfshirë TVSH. Në tenderin e mbajtur më 2 qershor 2026 ka marrë pjesë vetëm 2 operatorë ekonomik, të dy klientë të vjetër të kryebashkiakës. Njëri nga operatorët është Liçeni Shtat SHPK me pronar Ramazan Kalian, tjetër Colombo SHPK me pronaren Diana Labo. Oferta e Liçenit është 50 milion lekë më e ulët se sa e firmës Fierake, por komisioni e ka skualifikuar. Sipas dokumenteve, disa mjete të kompanisë, Liçeni janë angazhuar në një kontratë tjetër me Bashkinë Durrës. Me siguri që Ramazan Kalias nuk i mbetet qefi për kryetaren, sepse Bashkinë e Durrësit e ka si arkën e kompanisë së tij. Kështu, më 22 qershor kryebashkiaka ka autorizuar të shpallet fituese e tenderit Diana Labo. E njëjta logjikë skualifikimit mund të përdorej edhe për kompaninë Colombo SHPK. Kompania Fierake është mbi ngarkuar me punë publike në momentin që zhvillohet tenderi. Më 25 mars 2026, Diana Labo përfitoi nga Bashkia Mallakastër tenderin me objekt rikonstruksioni shkollës së 9-vjeçare Ismail Klosi Ballç, me vlerë më shumë se 1.3 miliardë lekë me TVSH. Edhe ky tender i përfituar me flamur të kuq korrupsioni. Kjo punë duhet dorëzuar për 12 muaj, ndërkohë që kompania nga Fieri merrte edhe një super tender nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli. Dhe thuhet se ky i fundit nuk jep lek pa miratimin e kryeministrit Rama. Bëhet fjalë për tenderin për ndërtimin e tregut të Milotit me fond limit afro 3.4 miliardë lekë. Pasi e përfitoi tenderin sërish me flamur të kuq, Diana Laba bashkë me 3 kompani të tjera, më 22 janar 2026 firmosi kontratën. Kjo punë duhet përfunduar për 18 muaj. Pra, cilën kontratë do të lërë pas dore Diana Labo, sepse dyshojmë që nuk i ka kapacitetet për të mbuluar këto angazhime njëherësh. Nëse tenderi i Emiriana Sakos për fasadat nuk do të ishte fiktiv, komisioni do të kishte anuluar sepse të dyja firmat konkurruese nuk i plotësojnë kriteret. Por Diana Labo gëzon tashmë mbrojtjen e duhur politike, prandaj nuk i bëhet pengesë asnjë kryebashkiak apo komision tenderi. Kur Diana Labo nga Fieri e bleu kompaninë Colombo SHPK për 100 milion lekë, firma kishte rënë në depresion ekonomik. Firma e ndërtimit ishte themeluar më 1995 nga 3 biznesmen me origjinë nga Vlora. Me banim në Fier, pas trazirave të vitit 1997, më 1999, 2 nga ortakët u larguan dhe adhuruan aksionet shokut të tyre Hasan Laba. Ndërsa ky i fundit kreu një transaksion në vitin 2000 me qytetarin nga Fieri, Diana Nesim Labo. Her pas here, firma përmballi me përmbarimin që i bllokonte llogaritë dhe aksionet. Kjo do të vazhdonte deri në ardhjen e rilindjes në pushtet në shtator të vitit 2013. Colombo më pas do të kishte ulje ngritje, por bilanci i saj do të bëhej pozitiv. Në vitin 2016, Labo i gjen rrugën tek thesari i rilindjes. Ylli oligarkut shkëlqim fusha po ngrihej, pikërisht një dorë e tillë e fuqishme i duhej Diana Labos. Nuk e dim se cili i lidhi këto dy biznese. Thuhet se ndërmjetësit ishin miq të përbashkët me kryebashkiakun e Vlorës, Dritan Lelin. Kështu më 18 nëntor 2026, Colombo SHPK në bashkim operatorësh me fusha SHPK dhe shkëlqim fushës do të merrte kontratën 1.7 miliardë lekë nga Bashkia Vlorë. Bëhet fjalë për tenderin konstruksioni i shkollës së mesme Alidemi Bashkia Vlorë, financuar nga buxheti i shtetit. Ndërsa punimet vazhdonin në 4 shkurt 2019 në kantierin e shkollës Alidemi në Vlorë, do të shfaqej kryeministri Rama. Në këtë foto, inspektimi Rama është me ish kryebashkiakun Dritan Leli dhe një nga arkitektët e kompanisë Colombo. Kjo tregon se Diana Laba i kishte lidhur telat mirë me kryebashkiakun Dritan Leli. Më pas, Colombo do të merrte disa projekte njëri pas tjetrit, mes tyre edhe Poliklinika e Vlorës. Edhe këtu Rama do të shfaqej në krah të ish ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe të stafit të Colombo. Pas këtyre fotove, kompania e Diana Labos nuk do të ndalej në garat e tenderave. Shumë kompani të lidhura me politikanë të rilindjes do të kërkonin ortakëri me Diana Labos.
Labon. Colombo SHPK do të favorizojë në shkelje të ligjit gazetatar bashkiak. Kështu bashkëpunim të tillë Colombo pati me Roko Guest, Beqiri, Bajrami, Glavenica, GM Construction, Inerti, Udha e të tjerë. Shumica dërmuese e këtyre tenderave janë dhënë me flamur të kuq. Ndërkaq, kryebashkiakja Sako është zyrtarja që i ka dhënë më shumë tendere avaristes Diana Labo. Ajo është në listën e pritjes në SPAK. Sako është thirrur në SPAK më 17 maj 2024 për skandalin e incineratorëve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.